të gjithë juve shikues të Akrolis TV, por edhe të gjithë abonentëve të Netsus.com, së pari duam të urojmë gëzuar Krishtlindje dhe vitin e ri 2026, qoftë një vit i mbar për të gjithë dhe sigurisht që të keni sa më shumë shëndet, gëzim dhe lumturinë e familjes tuaja. Ashtu siç u kishim premtuar, sot në ditë të para të janarit do të hedhet edhe shorteu i Netsus.com për mbi 6.000 abonentë të kësaj familje të madhe që siguron internet dhe televizion për të gjithë ju, ashtu që është edhe motoja gjithnjë i lidhur gjithmonë Netsus.com. Sonde do të luajmë për 10 çmime. Sigurisht të gjitha çmimet janë paq të rëndësishme, duke filluar me 5 çmime që janë abonime 3 mujore, janë 2 abonime 5 mujore, 1 abonim 1 vjeçar, luajmë për 1 tablet Samsung A9 Plus dhe çmimin e madh një televizor Samsung 50 polsh. 6.000 abonentë sigurisht kanë depozituar të gjithë biletat e tyre, klientët e Netsus.com dhe tashme ne jemi gati për të startuar. Së bashku me kolegën time Klejden, do të synojmë të sjellim sa më shumë lumturi në familjet tuaja, por të sjellim edhe sa më shumë dhurata dhe shpresojmë që të japim dikujt sa më shumë gëzim në këto ditë të para festive të vitit 2026. Klejda, atëherë operojmë me përzierjen e biletave. Mjaftueshëm, mos harro Chelsea-n, sepse të gjitha kanë qenë të mbyllura. Do të operojmë sigurisht sipas rastësisë. Klejda do përzjedh një nga biletat për të filluar me 5 çmimet e para, abonime 3 mujore. Klejda do përzjedh një nga biletat dhe Klejda të jetë edhe Santa juaj, ai që do të jap dhuratat tuaja dhe shpresojmë të gëzojmë sa më shumë njerëz. Po Klejda. Sa Klejda të marrë biletën e parë, klientët do të telefonohen drejt për së drejti, pavarësisht nëse edhe nuk përgjigjen, ata janë fitues të çmimit dhe do të ritelefonohen edhe gjatë ditës së nesme për t'u lajmëruar që janë fitues të çmimit përkatës sipas çmimeve rast pas rasti. Atëherë kemi dhe fituesin e parë të çmimit abonimit 3 mujor, është Liz Nikolli. Është bileta, ne do të telefonojmë edhe numrin përkatës. Zero 69 68. Gjithë numrat nuk mund t'i themi. Alo, më mbrëma? E mbrëma, gëzua për shumë vjetë. Shumë vjetë, mirë të kejnë edhe ju. Flasim me zonjën Liz Nikolli? Po. Unë jam Gjergj Figuri dhe ju telefonojmë nga Netsus.com. Drejt për së drejti, nëse po na ndiqni në Akrolis TV, po hidhet shorteu i fund vitit dhe ju, bileta juaj ka rezultuar fituese e çmimit me 3 muaj abonim falas pra Netsus.com. Ta gëzoni dhe ju falenderojmë që jeni pjesë e Netsus.com. Ju faleminderit shumë. Natën e mirë dhe mund të paraqiteni pranë kompanisë Netsus.com për të marrë edhe për të hequr çmimet. Kurse unë jam nga Fusharës jam. Atëherë mund të paraqiteni në pikat që janë në Fusharës. Mirë, a mund të ma qëni ju vetë se unë Patjetër, nuk jam u marrë. patjetër. Okej. Natën e mirë. Luar. Për shumë vjetë, natën e mirë. Natën e mirë. Natën. Atëherë fillojmë me një çmim tjetër. Me abonim sërish 3 mujor falas pranë kompanisë Netsus.com. Abonenti i parë ishte nga Fusharësi, pra edhe gjeografia tregon se kemi abonent dhe klient fitues nga disa qytete të ndryshme. Duhet kuptojmë se kompania Netsus.com është shtrirë në disa qytete, në Lezhë, kur binë Mirdit, Fusharës dhe Puk, dhe sigurisht gjithë klientët që përna ndjekin, tani janë duke pritur edhe çmimin e radhës, që është sërish një abonim 3 mujor dhe është ndodh Bushi në zonën e Lufit në Puk,
vazhdojmë të qëndrojmë në PUK me abonimet 3 mujore. Tentojmë ta telefonojmë edhe zotin Nocbushi. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Flas me zotin Nocbushi? Po. Ju telefonojmë nga kompania Netsus.com, kompania e internetit. Nuk e di nëse po na ndjekni live në Akrolis TV për shorteun e fundvitit. Po. Ju jeni fitues i çmimit me 3 muaj abonim falas pra Netsus.com, shorteu që po hidhet aktualisht në Akrolis TV. Po. Ta gëzoni, janë 3 muaj abonim falas i dhuruar nga kompania Netsus.com për familjen tuaj. Shumë faleminderit për jush. Natën e mirë dhe ta gëzoni. Natën e mirë dhe për ju zoti mojë. Vazhdojmë me çmimin e radhës. Kemi edhe 3 çmime të tjera pikërisht me abonim 3 mujor. Mundohu në zero gjeografin tash. Kaloj edhe biletën tjetër brenda prap. Çmimi i tretë për 3 muaj abonim falas nga Netsus.com të dhuruar nga shorteu i fundvitit. Janë për Gzim Markun, nuk e ka dhënë qytetin, por gjithsesi ne do ta telefonojmë dhe të shohim se nga është abonenti i tretë që ka fituar 3 muaj abonim falas nga Netsus.com nga shorteu i fundvitit është Gzim Marku. Abonenti që keni telefonuar është i zënë në një Na mbylli. Do ta ritelefonoj. Sigurisht do të vazhdojmë, do ta lëm të hapur. Gjithsesi Gzim Marku është fituesi i çmimit me 3 muaj abonim falas, por që do të rikontaktohet nga kompania edhe ditën e nesërme. Vazhdojmë me çmimin e 4 për abonimet 3 mujore falas të dhuruara nga Netsus.com në kuadër të festave të fundvitit. Kujt për dhurofat, Klejda? Atëherë është fituesi i 4 i çmimit me 3 muaj abonim falas është Mark Ahengu. Ahenga, eksaktësisht. Do ta telefonojmë edhe fituesin e 4-të. Të shpresojmë që ky do ta hap telefonin. No. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Flas me zotin Mark Ahenga. Marka jo, po me birin. Okej. Gjithsesi na të njëjta familje. Ne ju telefonojmë nga Netsus.com, kompania e internetit. Nëse po na ndiqni në Akrolis TV, po hidhet shorteu i fundvitit nga kompania për gjithë abonentët e saj dhe ju jeni fitues i 3 muaj abonim falas të dhuruar nga Netsus.com në kuadër të festave të fundvitit, gëzuar dhe urime. Faleminderit shumë, faleminderit. Shoqërisht se fitova. Do vite rradhë edhe për ju. Faleminderit që jeni pjesë e Netsus.com. Natën e mirë, ta gëzoni. Natë. Faleminderit. Dhe tani do shkojmë me çmimin e 5 të fundit për abonimin 3 mujor falas. Mund ta kërkojmë edhe një. Jo gjithë pas ka shënuar se nga janë. Atëherë abonenti i 5, klienti i 5 që është fituesi i çmimit me 3 muaj abonim falas është Luk Gjini. Ne do ta telefonojmë sigurisht për ta njoftuar për çmimin që ka fituar
dhe për ta uruar sigurisht dhe për ta falendëruar që është pjesë e Nexus.com për qëndruar gjithmonë të lidhur me internet, por edhe me televizion. Mirëmbrëma. Alo, mirëmbrëma. Si dukeni? Flas me zotin Lukgjini. Po. Ju telefonojmë nga kompania Nexus.com. Në Akrolis TV po hidhet shorteu i fund vitit. Po. Nëse po na ndjekni dhe ju jeni fitues i çmimit me 3 muaj abonim falas të dhuruar nga Nexus.com në kuadër të festave të fund vitit. Po. Pra jeni fitues i 3 muaj abonim falas nga Nexus.com. Takzoni dhe vazhdoni të qëndroni me Nexus.com për të qëndruar të lidhur dhe gjithmonë së bashku. Faleminderit. Faleminderit, unë e kam bërë, kur fitën këtë 3 muaj shkurë. Do të kontaktoni nga kompania në ditët në vazhdim dhe do të njoftojnë ata. Hynë fuqi me 1 janar. Unë e kam pagu për këtë vit. Nuk ka problem. Muajt në vazhdim, pastaj do të shtohen. Gjithmonë do të shtohen. E sigurt është se ju do të merrni 3 muaj abonim falas. Takzoni. A më sqarojnë të tushërshit? Patjetër, patjetër. Hajde të vizoti. Natën e mirë e kalofshi mirë. Natën e mirë. Tashi do kalojmë te 2 çmime tjera që janë abonime 5 mujore për klientët e Nexus.com sigurisht. Mundohu të fusesh edhe dorën nga herë sa ma thellë që edhe ato që duket sikur janë nga fundi. Të mundohemi të jemi sa ma transparent. Sigurisht që janë gjitha biletat të mbyllura, këtu po hapen. Pra, si të thash, tani luajmë për 2 abonime, më falni, 6 mujore, sepse nga 3 duhet kalojmë direkt të 6-ta, dhe bëhet fjalë për çmimin e parë të abonimit 6 mujor, është zonja Miranda Gjonaj, kjo është edhe bileta fituese, Miranda Gjonaj. Do ta telefonojmë, shpresojmë të na përgjigjet dhe ta njoftojmë që është fituese e çmimit me 6 muaj abonim falas nga Nexus.com. Sot do dhurojmë vetëm çmime. Si duket kontakti po bie, telefoni po bie. Alo? Urdhëra. Mirëmbrëma, si jeni? Mirë, faleminderit. Flas me zonjën Miranda Gjonaj? Po. Ju telefonojmë nga kompania internetit Nexus.com. Po. Ju jeni fituese e shorteut që po hidhet drejt për drejti në Akrolis TV me abonimin 6 mujor falas për ju. Pra ju keni fituar 6 muaj abonim falas të dhuruar nga Nexus.com në kuadër të shorteut që aktualisht po hidhet në Akrolis TV. Mund të ndjekni edhe drejt për drejti nëse jeni para televizorit. Shumë faleminderit ju për sot s'kisha televizor hapur. S'ka problem. Qëndroni me ne, qëndroni me Nexus.com se gjithmonë jeni të fituar. Shumë faleminderit. Natën mirë dhe takzoni. Shumë faleminderit. Natën e mirë. Natën. Atëherë do kemi edhe një tjetër çmim me 6 muaj abonim për klientët e Nexus.com. Një tjetër familje do ta gëzojmë sonde. 6 muaj internet të pandërprerë me shumë kanale televizive janë gjëja më mirë që mund të kenë qytetarët, sepse interneti është pjesë e rëndësishme jona, ashtu si edhe nevoja për të patur sa më shumë televizone. Fituesi i radhës me 6 muaj abonim falas është zoti Frok Frisku. Besoj ta kem thënë mirë. Do ta telefonojmë edhe zotin Frok Frisku për ta njoftuar dhe për ta njëmruar që është edhe ai fitues i shorteut të sonde nga Nexus.com.
edhe nëse nuk e hap, do të ritelefonohet edhe gjatë ditës së nesërme për ta njoftuar që është fitues. Pra edhe nëse nuk përgjigjet, nuk është humbësi i çmimit. Alo. Alo, mirëmbrëma? Po. Flas me zotin Frok Frisku? Biri, po. Ju telefonojmë nga kompania Netsus.com, kompania e internetit. Nuk e di nëse po na ndjekni në Akrolis TV shortoi i fund vitit, që po hidhet drejt për drejti në Akrolis TV. Po. Dhe ju jeni fitues i një prej çmimeve, edhe konkretisht 6 muaj abonim falas të dhuruar nga kompania Netsus.com për gjithë klientët e saj, sipas shorteut që po hidhet aktualisht live. Takzoni dhe vazhdoni të qëndroni me Netsus.com për të qenë gjithmonë lidhur dhe për të shijuar sa më shumë internet dhe televizione. Shumë faleminderit. Gëzuar. Takzoni. Natën e mirë. Natën. Tani, sigurisht kemi kaluar të drejt fundit, janë dy çmimet e tjera të rëndësishme, sigurisht bëhet fjalë për një tablet Samsung A9 Plus, të shohim kush do të jetë fatlumi, që do të fitoj një tablet, është pikërisht ky tableti këtu, Samsung Galaxy A9 Plus, dhe sigurisht më vonë është edhe ky çmimi i parë që do t'i dhurohet klientëve të Netsus.com, bëhet fjalë për një televizor Samsung 50 polsh, dhe tashmë presim të zbulojmë kush është fituesi i tabletit dhe më pas do të luajmë edhe për televizorin. Atëherë Kleda, edhe një herë hiqë dorën, ashtu, sepse nga që unë nuk isha prezent, kamera nuk ishte prezent, ta shohim se kush është fatlumi, që Kleda me dorën e saj i dhuron një Samsung tablet A9 Plus, bëhet fjalë për shtetesin, për klientin Artan Kola. Do të telefonojmë klientin Artan Kola, i cili është fituesi i tabletit A9 Plus. Kleda sapo ka gëzuar një familje me një tablet, që jeshtë sëmënisht është një tablet shumë i mirë. Marka është dhe më të mirë atë Samsung, por ashtu edhe cilësia që vetë tableti mundson. Alo, mirë mama? Alo, mirë mama. Flas me Artan Kola? Nana Artan Kola jam. Gëzo, ne ju telefonojmë nga kompania e internetit Netsus.com. Në dëgjoni? Nga, am dëgjoni? Po, urdhra. Nga cili qytet flitni ju? Unë jam vajza. Kë po kërkoni mbjes? Artan Kola. Artan Kola, i? Po? Po, 2 minuta. Po? Alo. Alo, mirë mama? Alo, përshëndetje. Flas me zotin Artan Kola. Po. Ju telefonojmë nga kompania e internetit Netsus.com. Nëse po na ndjekni live në Akrolis TV, po hidhet shorteu i fund vitit në Akrolis TV për gjithë klientët e Netsus.com, dhe ju jeni pjesë e shorteu, këtë qenë pjesë e shorteu, por rezultoni edhe fitues i një tableti Samsung A9 Plus. Po, faleminderit. Do të takzoni, do të kontaktoni nga kompania për ta tërhequr sigurisht edhe çmimin tuaj. Nga cili qytet flitni ju? Nga Mirdita. Po, Mirdita. Knasi për ne që ju jeni klienti i Netsus.com dhe fitues i saj. Takzoni. Do ta tërheq në Rëshela apo ndjev? Do të kontaktoni nga kompania më një herë pas mbylljes së shorteu, do të kontaktoni nga kompania për të njoftuar mbi procedurat e mëtejshme. Okej. Natën e mirë, takzoni. Natën respekt, faleminderit. Siç duket, mund ta kemi tejkaluar një çmim, sigurisht kemi tejkaluar, bëhet fjalë për abonimin 1 vjeçar. Pra, ne kaluam te tableti, por nuk I kemi dhënë akoma çmimin e abonimit 1 vjeçar. Këdo gëzorsonde me abonim 1 vjeçar
me internet nga Netsus.com. Ndodhen edhe këta gjëra kur janë live, sepse duke më si pasur të shënuara fix, edhe e harruam për dashur për të thënë këta dhuratat të mëdha më shumti, dhe ne kemi qef të japim sa më shumë dhurata. Jo se është i parancishëm, sa abonimi një vjeçar është shumë i rëndësishëm. Dhe fituesi i çmimit një vjeçar, të abonimit një vjeçar me Netsus.com është zoti Nikol Marku. Edhe për qenë transparent, do ta telefonojmë edhe zotin Nikol Marku, i cili është fitues, siç e tham, i çmimit një vjeçar abonim. Dhe më pas, dhe shkojmë drejt fundit, drejt çmimit të madh, që është një televizor Samsung 50 polsh, 4K, duhet thënë edhe kja 4K. Alo, mirë mama. Mirë mama. Flas me zotin Nikol Marku? Po. Ju telefonojmë nga kompania internetit Netsus.com. Po. Besoj mund të ndiqni edhe live në Arkolis TV, po hidhet shortoi i fund vitit që kompania ka për klientët e saj, dhe nga shorteu Kleda, kolegja ime, ju ka përzgjedhur ju si fitues i çmimit të abonimit një vjeçar falas. Takzoni, jeni fitues i çmimit një vjeçar të abonimit falas për familjen tuaj. E keni paguar, por ju do merrni një vit falas. Vitin që të vinë, ha? Po, pjesën e papaguar do ta keni gjithsesi në pjesën që e keni paguar, por më pas do të keni gjithmonë një vit falas të dhuruar nga kompania Netsus.com për ju, për familjen tuaj. Shumë faleminderit. Takzoni, natën e mirë dhe vazhdoni të qëndroni me Netsus.com. Faleminderit dhe lëshim. Natën e mirë. Natën e mirë. Dhe sigurisht pasi kemi gëzuar në familje, kemi edhe sigurisht një çmimin e madh, televizor Samsung 50 polsh 4K. Leda, kë do lumturosh me një televizor Samsung që është shumë i rëndësishëm. Mund të tërheqësh biletën fituese. Të gjithë janë duke të parë ty tash dhe thonë inshallah tërheq biletën time, por sigurisht ti vetëm një mund të tërheqësh. E di se me dëshirë do e epshe nga një, por ka qenë përzgjedhur për qenë pjesë e shorteut 10 çmime. Dhe ja ku kemi të hequr edhe biletën e fundit fituese për televizorin Samsung 50 polsh Ultra K. Bëhet fjalë për Gjovalin Gjeta. Klienti i cili ka fituar televizorin Samsung 50 polsh është Gjovalin Gjeta. Ne do ta telefonojmë dhe i vëmë ndjeni se është fitues i çmimit të këtij televizori, shumë i bukur. Sigurisht kur është edhe 50 polësh, më falni, është edhe se po lexoj edhe numrin ndërkohë. Shpresoj të na hapin telefonin. Alo, mirë mbrëma. Flas me zotin Gjovalin Gjeta? Flas me zotin Gjovalin Gjeta? Po, mësuj. Ju telefonojmë nga kompania Netsus.com, kompania internetit, me cilin jeni lidhur edhe ju. Ju e dini që jeni pjesë e shorteut që hidhet çdo fillim viti nga kompania, si klient të saj, dhe në fakt dhe fatmirësisht për ju rezultoni edhe fituesi i çmimit të madh, një televizori 50 polësh Samsung që dhurohet nga kompania për ju. Pra ju jeni fituesi i një televizori 50 polësh Samsung. Po, shumë faleminderit. Takzoni, vazhdoni të qëndroni me Netsus.com se do të jeni gjithmonë të lidhur me internet, por sigurisht edhe pjesë e këtyre
momenteve të gëzueshme që vinë në familjet tuaja me dhurata dhe çmime. Ta gëzoni. Ku mund të interesohen për këtë? Do ju telefonojnë nga kompania duke filluar prej ditës së nesme, do ju telefonojnë nga kompania për procedurat më të mëtejshme se ku do ta tërhiqni pikërisht çmimin e fituar për jush. Okej. Natën mirë dhe gëzuar. Shumë faleminderit, gëzuar dhe ju natën. Leda, ti sapo ke gëzuar 10 familje, do thotë se ka që ishin mundësi që mund ishin për letemi për vitin 2026, por çmimet nuk janë vetëm këto që kemi ofruar ne. Qëndrosh me Netsuscom ka më shumë çmime, sepse duke qenë gjithmonë me internet të shpejt, me internet sigur dhe gjithmonë të lidhur, pa diskutim që është një tjetër fitore për çdo familje që është pjesë e Netsuscom, por edhe televizionit që kompania Netsuscom ofron për të gjithë. Tashme duke ju uruar gjithë dhe gëzuar vitin 2026 dhe qoftë një vitin mbar për të gjithë, unë dhe Kleda ju urojmë natën e mirë, qëndroni gjithmonë me Netsuscom, qëndroni gjithmonë të lidhur. Natën e mirë.